Me 66 vota për Parlamenti i Kosovës ka votuar qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti, duke i dhënë atij mandatin e tretë radhazi në krye të ekzekutivit. Kurti, deri me tani, kishte ushtruar detyrën si kryeministër në detyrë. Megjithatë, kabineti i ri qeveritar përfshin disa ministra që janë përballur ose po përballen me procese gjyqësore. Vetë kryeministri Kurti është dënuar më herët për 2 vepra penale, që lidhen me hedhjen e gazit lotësjellës në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015. Në janar 2018, ajo dënua me burg me kusht, për shkak të ndalesave ligjore, ai nuk ishte mundur të kandidojë për deputet në zgjedhjet e vitit 2021. Zaventës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Glau Kunjovca ishte akuzuar nga prokuria themelore në Prishtinë në vitin 2017 për përdorim të mjetit të rrezikshëm dhe pengim të personave zyrtar, lidhur me një incident me gazin lotësjellës në Kuvend me 10 gusht 2016. Ai u shpalli pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë, por me 3 shkurt 2026 gjykata e apelit e ktheu çështjen në rigjykim. Në akt akuzë është edhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i cili bashkë me disa deputet të tjerë akuzohen për aktivizim dhe hedhje të gazit lotësjellës në një seancë plenare, duke penguar funksionimin e kuvendit. Çështja po shqyrtohet në gjykatën themelore të Prishtinës. Me të njëjtën akt akuzë përballet edhe ministrja e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli. Ajo së bashku me Xhelal Sveçlën, Sali Zyben dhe Drita Millakun akuzohen për përdorim të mjetit të rrezikshëm dhe pengim të funksionit të kuvendit. Pacolli është intervistuar gjithashtu dhe nga prokuria speciale lidhur me dyshimin për ndarjen e granteve në Ministrinë e Bujqësisë, ku pretendon se mund të kenë përfituar familjarët e saj. Zaventës kryeministri për çështje të pakicave dhe bashkëpunim, Fitim Domka, akuzohet për përdorim të forcës fizike dhe kërcënim ndaj 2 personave në një incident në Prizren, si edhe për keqpërdorim të detyre zyrtare dhe fondeve publike. Në janar 2026, nga prokuria speciale është intervistuar edhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia, ndërsa detaje për rastin nuk janë bërë publike. Ndërkohë ministrja e drejtësisë Donika Gërvalla ishte përballur me akt akuzë për mosdeklarim të pasurisë. Ajo u shpallë pafajshëm nga gjykata themelore e Prishtinës në vitin 2024. Qeveria e re nisi mandatin me sfidave politike dhe proceseve gjyqësore që përfshin disa nga emrat kryesor të kabinetit.